armiq. Çfarë mendoni për akt akuzat ndaj kryetarëve të ushtrisë ligjore të Kosovës? Konkretisht ish presidentit Hashim Thaçi dhe ish kryeparlamentarit Veselje të tjerëve. Si e vlerëson këto kur ne e dim që ka kriminal ende që sillen të lirë në Beograd? Po mjerisht, unë e kam përmendur se në Beograd akoma nuk funksionon, edhe pse kanë themeluar një gjykatë speciale për të gjykuar krimet e luftës, qofshin ato në Kosovë, në Bosnë apo se kriminalit e luftës në Beograd dalin në për emisione dhe kanë hapësirë mediale të habitshme dhe është shumë problematike kjo çështje. Nuk ka ndonjë përballje me krimin çfarë është pritur nga Serbia, sidomos çfarë ka pritur Bashkimi Evropian. Ndërkohë, Kosova, me themelimin e gjykatës speciale, me aprovimin e ligjit, ka dëshmuar se është e gatshme të ballafaqohet me të kaluarën e vet. Dhe në këtë drejtim edhe shkruarja vullnetare edhe e presidentit Thaçi, edhe kryetarit Veseli dëshmon gatishmërinë e shqiptarëve për të ballafaqoher me të kaluarën, me bindjen time dhe shpresën se do të dëshmojmë pafajësinë edhe të tyre personale, edhe të çfarëdo implikimi në çfarëdo krime të UÇK-s, sepse lufta UÇK-s ishte një luftë antifashiste, kundër një fashizmi, një politike fashiste e cila tentoi në praktik ta shfaros tërësisht kombin shqiptar këtu në Kosovë, do të dalë dhe do të ketë një kthim, shpresoj, shumë më të fuqishëm krahas në raport me Serbinë, duke pas parasysh faktin se atje për ditë e më tepër po zbulohen edhe varreza tjera masive, të cilat dëshmojnë një krim të organizuar shtetëror, një politikë shtetërore gjenocidale, e cila është zbatuar ndaj popujve tjerë në Ballkan, sidomos këtu në Kosovë. Si janë reagimet e presidentit